Turqia kryeson investimet që janë realizuar në Shqipëri gjatë këtij viti. Në periudhën janar-mars 2025, flukset e investimeve turke janë renditur të parat krahasuar me shtetet e tjera, duke regjistruar shifrën 50 milion euro. Pas largimit nga sektori i telekomunikacionit, ndërmarrjet turke vazhdojnë që të kenë një rol të rëndësishëm në sektorin financiar, atë energjetik dhe në industrinë nxjerrëse. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se investitori i dytë më i madh i huaj këtë vit është Holanda. Fluksi investimeve të huaja holandeze rezulton 49 milion euro. Renditja e investitorëve të huaj për 3 mujorin e parë të këtij viti vijon me Italinë. Ky shteti ka pozicionuar ato kryesisht në sektorin e shërbimeve. Më pas renditen investimet gjermane që pozicionohen në vend të katërt, ndjekur nga ato nga Kosova. Investimet nga Kosova janë të përqendruara kryesisht në sektorin e tregtisë dhe të ndërtimit. Konkretisht, fluksi i investimeve të huaja direkte në janar-mars të vitit 2025 regjistroi shifrën totale prej 362 milion eurosh nga 354 milion euro që ishte në fillim të vitit 2024. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, investimet e huaja rezultojnë se u rritën me 2.3%. Pasuritë e paluajtshme vijojnë që të jenë aktiviteti ku përqendrohet pjesa më e madhe e investimeve të huaja, ndjekur nga aktivitetet financiare dhe të sigurimit. Në 3 muajt e parë të këtij viti, në aktivitetin e pasurive të paluajtshme u investua në rreth 104 milion euro. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, rezulton se rreth 29% e investimeve janë në pasuri të paluajtshme, 21% në aktivitete financiare dhe sigurimit, 14% në industrinë nxjerrëse dhe 9% e investimeve rezultojnë në industrinë përpunuese në tregti me shumicë e pakicë.